Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të dashur shikues, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që na ndihmon të bëhemi fëmijë edhe më të mirë. Le të dëgjojmë me kujdes shoqen tonë dhe të mësojmë diçka të re së bashku. Pyetja për ju është: pse është e rëndësishme duaja? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet janë për Allahun, selavatet për Nabi Muhammedin alayhis salam. Duaja është mënyra jonë për të folur me Allahun. Ne tregojmë atij gjithçka që kemi në zemër, gëzimet, mërzitë dhe dëshirat tona. Allahu i don shumë lutet e fëmijëve sepse ato janë të pastra dhe të sinqerta. Ne mund të lutemi për prindërit, familjen, shëndetin, suksesin në shkollë dhe për xhenetin. Në Ramazan, sidomos në kohën e iftarit, lutja pranohen më shumë. Prandaj duhet të shfrytëzojmë këtë kohë dhe të drejtohemi Allahut me zemër të hapur. Falenderojmë nxënësen për këtë këshill të bukur. Mirupafshim në këshillin e radhës. Allahu a pranoft agjërimin.